Qarja e tokës në Likov nuk ka të ndalur. Pjesa shkëmbore që rrëshqet në hyrje të fshatit kanë ngritur alarmin e evakuimit. Pamjet apokaliptike nga hapja e tokës me disa metra të thella e të gjëra kanë shqetësuar banorët e zonës. Në rrezik është edhe rruga regionale. Këtu që po e shihni këtë guri është simbol i një qezme shumë të vjetër të fshatit Likov, që në kupton se e gjithë zona ka ujë mineral dhe qëndrueshmëria e tokës është shumë e lëvizshme gjatë gjithë këtyre periudhave dhe si pasojë shqarja e tokës tani në 4 ditët e fundit është shumë e dukshme dhe ka rrezikuar që banorët të evakuohen. Më të rrezikuar janë familja Shukriu, të cilët tani më një javë kanë braktisur shtëpitë. Janë ngritur emergjencat civile për konstatimin e shkaqeve, por kryefamiljari bën thirrje që urgjentisht të ndërhyet me ngërhyrjen e kodrës, që mos të vi deri tek fatkeqësia me pasoja në njerëz. Jemi në rrezik. Gjithë fshati, edhe unë në përgjithësi, i kam lëshuar batonin, kam dalë me të mysafir, të nipet e dajt gjithë kund. Dhe më apel që të shkupit, sa më shpejt dhe vina në ngjarje, dhe mujtët më ndodhe ma problemi më e madh. Mujtët me rishit toka, edhe të dhenë udhën kryesore, po ma në shkup. Ka udhë e vjetër. Nuk ka bon vakim rishit këtë vend. Dhe imi detyru që të rëgoj të shpijës. Edhe fëmijët, me kafshë shtëpiake dhe gjithë. Nga komuna e Likovës thonë se janë në pritje të ekspertëve nga Instituti Seizmologjik për të verifikuar llojin e shkëmbit dhe rreziqet eventuale nga ujërat nëntoksore. Ata thonë se kjo zonë nuk ka qenë paraparë për ndërtime. Ditën e shton, Agim Shukriu ka paraqit te shtabi i krizës se ka rrëshqitje të dheut. Shtabi i krizës ka dalë me ngjarje, e ka vërejt se ka rrëshqitje poshtë para shtëpisë, rrëshqitje të gurit, dhe ka qarje mbi shtëpinë, në atësinë 15 metra. Shtabi i krizës me njerë ka informuar organet shtetërore si Qendra për Menaxhim e Krizat, Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, dhe njëkohësisht e ka informuar edhe Qeverinë e Republikës Maqedonisë për ngjarjen që është ndodhur. Njëtën kohë, komuna i ka njoftuar se s'kan resurse për ta sanu këtë. Raporti i inspektimit të 2 dhjetorit nga Enti Gjeologjik i Maqedonisë tregon se pas shumë vitesh është reaktivizuar një pllakë fosile shkëmbore me qarje me përmasa nga 20 cm deri në 1 metër të gjëra, rreth 4-5 metra të thella dhe rreth 150 metra të gjata. Raporti thotë se qarja është ndihmuar nga rreshjet e fundit atmosferike, duke rrezikuar stabilitetin e tokës. Enti Gjeologjik propozon për gërhyrje në kaskada, hapjen e 3 vrimave gjeologjike në përcaktimin e llojit të shkëmbit dhe sasinë e saj që ka rrëshqitur, dhe të merren masa urgjente për rehabilitimin dhe stabilizimin e saj.